Me prish një nuse me një burë të vetin është ma ketë se me prish qabën. Me prish një martes është ma ketë se me prish qabën. Mos harroni këtë punë dhe të ketë kujdes. Vjeri çka folë të djali vetë për nusën e djalit të vetë. Vjera çka i thot djalit të vetë për nusën e vetë. Nuk i tregot çdo i mësim me la që me kon ajo nuse. Nëse nona çdo ditë i flet djalit të vetë keq për nusën e vetë, kam i plas filmi një ditë. Me la që me kon buri, dhondri. Nëse gjisha për ditë i flet qikës e vetë keq për djalin e vetë apo për vjerën e vetë, kam i plas një ditë filmi dhe kam u prisha jo martes. E këtu vjen shprehje me kuptu se ti që e bone ketë e ke marrë rolin e iblisit, ke bo punën e iblisit. Ani se ti njeri je, ama ti e ma shejtan se shejtani këto. Si te prish trivin prej trejes, i te do burin prej grus, i te do djalin tënd prej rejes tënde, i te do birin tënde prej dhondrit tënd. Dhe ti ma iblisje në këtë rast. Ti s'dështë as do në mi da, ama kur flet keq vazhdimisht, një ditë do të flasë filmi, do të prishet rendi. Du të me pas kujdes se shka flasë.